Kanë punën mbar. Por ne jemi së fare. Ti këtu je me djalin mi, se ky është pronari. Po. Tu sa sipërfaqe mielli gjithsej këtu? 3 ditë. 3 ditë më? Ti s'ke filluar që të vjelësh lagë në sallat. Jo. Tu ku ndodhemi ne? Fshati Nimsht. Nimsht, sot jemi 20 shkurt 2026. Tani unë erdha sepse më ishim një grup në këta që bëjnë eksportin e lakrës. Edhe është rritur shumë kërkesa, sidomos për lagën sallat në Poloni dhe Lituani. Dije sot ka pas shumë telefonata për lagën. Mi fjalë, kjo sot mi fjalë nga 700 po vetë 800 lekë vjetra kilogram. Po. Dhe inshallah shtoftë sa më shumë. Sepse hapi dhe koha sot se na mbyti shiu. A tjetër ka 3 muaj. 3 muaj. 3 muaj që unë do t'i bëj thirrje, jo vetëm ju që punoni këtu si familje, edhe ky është nga fshatrat më punëtorë të Republikës. Do t'i bëj thirrje të gjithë fermerëve që kanë lagër sallat, mos e dorëzojnë pa çmim maksimal, sepse nga ora në orë po çmimi rritet dhe tregtarët do vinë, do i thosh paret në dorë mbi bazën edhe të vendimit të ri që ka dalë i qeverisë, merrni dhe kuponin për çdo lloj shitje, sepse 10% që do japë dhe shteti. Po të kejë gojë shtene, do bëhe dhe brëndë. Shumë mirë besim tek Rabazizi. S'ka problem, unë them para një ore më tha mos e hiq. Shumë mirë. Lagra është shtet. Komandant, ju urojmë për sezon mbar. Faleminderit. Do të djofshat mirë të tillë ti punë mbar. Gjithë mirë.